Në një vit e gjysmë në Universitetin Luiq Gurakuqi në Shkodër është shkaktuar një dëm financiar për 34.779.000 lekësh, kjo sipas një raporti auditimi nga kontrolli i lartë i shtetit. Raportin e KLSH-s për periudhën 1 janar 2022-30 qershor 2024 e bëri të ditur rektori i Universitetit të Shkodrës, Tonin Gjuraj, i cili tha se për dëmin do të merren masa disiplinore, si dhe do të kërkohet edhe kthimi i parave të keq shfrytëzuara nga zyrtar aktual apo dhe ish zyrtar. Ka derime nga kuadri ligjor, totali është 34.779.965 lekë të reja. Është i dëmi konsiderueshëm, se cili do marrë përgjegjësi për këto dëme dhe brenda muajit shtator masat disiplinore do jenë konkrete dhe çdo lek pra i shkuar dëm dhe i keq shfrytzuar nga zyrat përkatëse, nga drejtoritë, nga individët të cilët në raport jepen me emër konkret, pa diskutim që do të marrë përgjegjësi dhe ky lek do t'i kthehet, sepse kjo shumë do t'i kthehet institucionit universitetit. Rektori Gjuraj foli edhe për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme në Fakultetin e Drejtësisë, që sipas tij bëhen pas shumë vitesh, sepse deri tani dekanët janë emëruar jo përmes zgjedhjeve. Zgjedhjet e pjesshme janë zhvilluar 2 vite me vonesë, siç e shikoni, në kundërshtim të plot me rregulloren ekzistuese. Kemi instalu institucionin e zgjedhjeve në Fakultetin e Drejtësisë, një fakultet i cili notoj në palishmëri. Pra një fakultet që ka notu në palishmëri. Çaj duhet mediave se që ka ndonë rektorët tjerë për para. Çaj duhet mediave u duhet edhe publikut, i duhet, edhe personelit i duhet vetëm çaj i duhet. Këto problematika ushtruan gjatë mbledhjes së Senatit Akademik të Universitetit Luiq Gurakuqi.